Spitali në Kërqof, i cili nisi të ndërtohet para 40 vitesh, nuk do të përfundojë asnjëherë. Ndonse faza e parë dhe e dytë ishin kryer, megjithatë kryeministri Hristijan Mickovski tha se në vend të tij do të ndërtohet një spital tjetër nga themeli dhe do të jetë në një lokacion tjetër. Sipas tij, themelet e objektit të tanishëm nuk janë adekuate. Болницата Кичево, проект од 90-тите. Не, тоа кога ќе го видам, мислам дека ќе прославиме. Не, тоа нема да го видите, затоа што кога излеговме на терен со луѓето, констатираа дека подобро на друга локација да се гради отколку на таа, бидејќи темелењето е различно, све е веќе различно. Ново ќе се прави се? Да. Да. Тој објект се напушта што поскапо е да се прави таму, да се реконструира постојниот кој што е оставен 25 години да скапува. Значи Кичево ќе добие нов. Pyetëm edhe ministrin e shëndetësisë Arben Taravari, i cili ishte optimist se objekti ekzistues mund të përfundojë. Megjithatë, edhe ai është bindur se më mirë është të ndërtohet një tjetër nga themeli. Po e vërtet është, sipas analizave të kompanisë, më shtrejt na kushton rikonstruimi i spitalit ekzistues sesa spitali i ri në lokacion të ri, që sigurojmë pa problem në tokë shtetërore, mendoi për spitalin në Kërqov. Ndryshe, ky objekt filloi të ndërtohet në vitet 1985-88 dhe çdo qeveri e re që vinte premtonte përfundimin e tij. Nga atëherë janë investuar miliona euro, të cilat siç duket do të shkojnë dëm.